Shokuese, Beskallaku flet hapur për burgimin e Ilir Metës. Beskallaku, artisti i njohur dhe një mik i ngushtë i Ilir Metës, ka reaguar për herë të parë ndaj arrestimit të ish-presidentit. Në një postim emocional në rrjetet sociale, Kallaku e quajti Metën një burr me integritet të lartë dhe mik të rrallë. Ai theksoi se kjo situatë është absurde dhe pa kuptimt për një njeri që sipas tij i ka shërbyer vendit me përkushtim. Reagimi i tij u prit me interes të madh nga publiku dhe mediat. Kallaku shtoi se Ilir Meta ka qenë gjithmonë një pikë mbështetjeje për të si në jetën personale ashtu edhe profesionale. Ai e përshkroi Metën si të drejtë, të palkundur dhe me vlera që sot mungojnë në politikën shqiptare. Sipas tij, burgimi i Metës është një goditje jo vetëm për individin, por për të gjithë ata që besojnë në drejtësinë dhe lirinë e fjalës. Besi u shpreh se kjo është një padrejtësi që nuk mund të heshtet. Në mesazhin e tij publik, ai bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të Metës dhe hetim të drejtë e transparent. Ai theksoi se nuk është çështje partish apo bindjesh politike, por një çështje njerëzore dhe shoqërore. Kallaku i kërkoi institucioneve të zbatojnë ligjin pa paragjikim dhe pa ndikime politike. Ky apel soli menjëherë reagime të ndryshme nga ndjekësit dhe figura të njohura publike. Deklarata e tij soli edhe më shumë vëmendje ndaj rastit të Ilir Metës, i cili tashmë është në qendër të debatit politik dhe publik. Reagimi i Kallakut u pasi një akt guximi në një kohë kur shumë heshtin. Çështja ka hapur një debat më të gjerë mbi funksionimin e drejtësisë dhe trajtimin e figurave politike në Shqipëri. Ndërkohë, sytë e publikut mbeten të drejtuar nga zhvillimet e mëtejshme të kësaj ngjarje të bujshme. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.